Në mbledhjen e fundit të Këshillit Bashkiak të Korçës për këtë vit u miratua buxheti i vitit 2024 me një vlerë totale prej 2.25 miliard lek. Buxheti i Bashkisë së Korçës për vitin 2024 synon në realizimin e projekteve të rëndësishme për të mbështetur turizmin, bujqësinë, teknologjinë dhe edukimin. Nëpërmjet këtij buxheti ne synojmë të mbështetim sektorët kryesor prioritar të ekonomisë tonë lokale dhe nëpërmjet këtyre të mbështetim punësimin, nxitjen e punësimit dhe krijimin e të ardhurave për gjitha familjet, qytet dhe fshat. Dhe synimi i dytë i këtij buxheti është të krijojmë kushtet për të mbajtur të rinjt edhe të rejat në bashkinë tonë. Këto janë dy sfidat tona. Buxheti i Bashkisë Korçë për vitin 2024 është 8.5% më i lartë se një vit më parë, ndërsa 41.5% e tij do të përdoret për shpenzimet për personelin, 44.8% janë shpenzimet korrente, 12% janë shpenzimet për investime dhe 1.7% e buxhetit do të përdoret për shpenzimet për principalin dhe interesin e kredisë. Buxheti është miratuar vetëm me votat e të majtëve, pasi opozita e ka votuar kundër me arsyetimin se buxheti nuk i plotëson pritshmëritë dhe parashikimet për realizimin e investimeve, ndërsa sipas të djathtëve ky buxhet nuk ka parashikuar përkrahje për shtresat në nevojë, pensionistët dhe të rinjt.